Of course, it's not so good for us that we was eliminated from the cup. Normal nuk ishte diçka mirë që u eliminu nga kupa, But now we are focused for next game and por fokusi jonë është në ndeshjen e Rolls. we'll give everything to win. Edhe dim që Take 3 points. do t'japim çdo gjë për fitullet dhe të marrim 3 pikë. Sa përcaktuese është si ndërmjet e Elbasanit? How much impact or how much decisive is the win tomorrow, the match tomorrow against Elbasan? They are So for the future, it means of course, it's a very important game because they're direct rival for championship, and I think for them also will be a very important game. They want to take 3 points. They'll play at home. There is a very good atmosphere. I think for us will be a difficult game, but the pitch is the same for everybody. So we have just to do our job, and that's it. Unë jonë është të bëjmë vetëm punën, domethënë detyra jonë është vetëm të bëjmë punën tonë për të dy ekipet të jetë një ndeshje mjaft e fortë, sepse siç e dimë ne e kemi rival direkt kryesor Elbasanin. Ata do të luajnë në shtëpinë e tyre, do të jetë një atmosferë mirë, por fusha do të jetë një 2-2 dhe nëse ne bëjmë detyrën tonë atëherë do të jetë më mirë. Elimini në kupë nga Dinamo sa ka dhënë efektin negativ në mozatë të skuadrës për ditë. E ka kaluar Did we pass this like psychologically stress if we got from elimination from cup? So did we pass that upset or? I think this is history now because it's past. So we have to just think positive about championship and to focus on next game, and that's it. Ajo ishte histori, pra na do fol për shkumen, çdo gjë që po kalu, mund të themi që është harruar, ne do të shikojmë vetëm përpara, për të ardhmen do të mendojmë vetëm pozitivisht, sidomos për ndeshjen e nesërme kundër Elbasanit. Pavarësisht të eliminimit nga kupa, skuadra duket se I ka në dorë dhe fatet e titullit kampion. Duke qenë se është në vend të parë dhe do duhet të dija se çfarë duhet të bëjë kujdes ky skuadër për ta ruajtur deri në fund këtë pozicion. For the moment we have our own fate in hand because we are in first place for title, and the question is what do we have to do to keep from my vendin e parë. So what do we have to do to keep this first place? So what do we have to be careful? First of all, we have to win the games. E para që të fitojmë ndeshjet e mbetura, to show our best playing. Dhe ta tregojmë këtë në mënyrë më të mirë, pa një lojë mjaft mirë këtë ndeshje. To play good defensively. Sidomos të luajmë mjaft mirë po ashtu edhe në anën defensive. And the same good in Po ashtu edhe mjaft mirë në anën e sulmit. Rikthimi nesër në Elbasan. Skuadra që luajti sezonin e kaluar. You tomorrow come back to Elbasan and do you have good memories there? Yeah, I have good memories. Po kam kujtime mjaft mirë atje. I was there 1 year and I think was great year for me. Isha për rreth një viti dhe mund të them se ishte një vit mjaft I mirë për mua atje. They have a lot of fans in the stadium. Kanë mjaft fansa, po ashtu kanë edhe një stadium mjaft mirë. But now I play for Glezni and I will give everything for this club to win tomorrow. Tani jam lojtari I Lloznit, do të jap çdo gjë për këtë klub që të fitojmë nesër. Doesn't matter how many minutes I will play. Nuk ka lidhje se sa minuta mund të luaj nesër, 1 minutë, 10 minuta ose më tepër. I will give everything. Po dhe di se do jap çdo gjë nesër në fushë. Me këtë një sezon I pafat do të Glezni prej shumë dëmtimeve. But we can say for this season it was not the best year for you. It was like an unlucky season from the injuries that you have, and you are upset for that. Yeah, this is football. Kjo është futbolli. Yeah, everybody can be injured. Çdo kush mund të jetë I dëmtuar. But I'm happy that I have very good team and they keep first place. Po jam I lumtur që kemi një ekip mjaft mirë dhe që kemi arritur me mbajtë vendin e parë. Now I'm good. Por për momentin ne jemi mjaft mirë. If I can help my team, I will do it. Edhe nëse do të ditë mundësia për me ndihmu ekipin do ta bëj. And hope I will help my team in the future. Edhe shpresoj që do ndihmoj ekipin për të ardhmen. Rikthimi I Gulish është në formacion. Pas kualifikimit të Dinamo në dorë. You think that now Gurista will come back in lineup or can come back with the team? It will be good for the defensive. Everybody is important for us, every player. Çdo lojtar që rikthehet, çdo lojtar I ekipit është mjaft I rëndësishëm.
Yeah, we miss the guys Bismarck, Castrati. Çdo kush mund të jetë dëmtuar si mundtojnë Bismarck ose Kastrati, çdo kush në mungon në ekip. We wait them faster to come Alla back. shpresojmë që të kthehen sa më shpejt në fushë. Çfarë përshën më shumë në këpik të sezonit për skuadrën? Mungesat apo presioni? For the moment, what is making the difference, or what is miss, the injury players, or that the title that we didn't win for like 25 years? I don't know what to say. I think half and half. Mund të pak më të dyja gjys. First of all, I think we have to think about the guys because they get injury in the team on the games. E para është që e kryesore është dhe me thonë që mendje kemi tek lojtarët që janë dëmtuar, që janë pjesë e ekipit, janë dëmtuar kur ishin pjesë e ekipit, pra në stërvitje ose ndeshje. And second, we have to think about championship Edhe dyta është pastaj që duhet mendojmë poshtu për titullin kampion, to take the championship. që të shkojmë rrugën e duhur. Pak para njësës së konferencës, një bisedë njësore, edhe pse jeni mbrojtës, u fol me optimizëm për një gol, ndoshta në Elbasan, dhe ishte ka sipër gol e parë. Before the interview, we made a joke with you that you said that tomorrow maybe you could score. Also, if you have like defensive characteristic as a player, but you think that tomorrow you could score or could help the team. In Elbasan also I was more to defense there, but I scored on goal. Yeah. Po ashtu në Elbasan isha lojtar me karakteristika mbrojtëse, po edhe atje kam shënu gola. Tomorrow if I'll have chance to score, to shoot, I don't know. Nesër I nuk will e di try. nëse mund të kem mundësinë për me godit ose për me shënu do ta provoj. If I'll score, I will be very happy, Normal që nëse të shënoj atje isha mjaft I lumtur, but I will not show this for Elbasan fans. por normal nuk do të tregoj këtë për fansat e Elbasanit, do të kemi respekt. A do të firmosit nesër për një përësi? Would you be happy for a draw tomorrow? I think no, Unë mendoj se jo, because every game we go to sepse ne shkojmë për çdo ndeshje vetëm për fitore. Do ta ruaj Vllaznia edhe në parë deri në fund të ndeshjes. And you think that we could keep the first place until the last matches? we want to do we're it, gonna for so we are here for this to ne na keep tu this për first këtë, place, për të mbajtur vendin e parë. and we will give everything. Edhe dim se çdo japim çdo gjë për ta ruajtur vendin e parë. Në aspektin personal, kjo periudhë bashkëpunimit në Vllaznin, I kënaqur? In your personal aspect, this collaboration or this contact that you have with Vllaznia, you are happy that you play here? I'm happy to play here, of course. Po jam I lumtur se luaj këtu. I'm not so happy that I get injury. And, Nuk jam mjaft I lumtur për dëmtimet që kisha gjatë këtij sezoni, yeah, but let's finish this season and we will see what por happens. përfundojmë këtë sezon dhe atëherë do të mendojmë për të ardhmen. Dhe nëse flasim për të ardhmen, mund të vijojë bashkëpunimi I trosë me Vllaznin? And if you think for the future, you think that you could be still Vllaznia player for next season? Why not if both of parts Pse jo, nëse will be happy to po ashtu keep unë one. edhe po ashtu pjesa e klubit do të ishin dakord, pse jo mund të kishe vazhdu kontratën. Faleminderit.